pasojat që mund t'i bartin bizneset, investimet, punësimi, e të tjera do t'jetë çfarë do të bisedoj me drejtorin e dhomës tregtisë industrisë zotin Kushtrim Ahmeti, që është vetë këtu në studio. Zoti Ahmeti, faleminderit që erdhe. Faleminderit, Mr. Xhej. Tani, sot po protestohet, është paralajmëruar të shohim se si do të shkojë kjo protestë. Megjithatë, edhe sektori privat, industria e Kosovës është përballur me çështjen e rrymës dhe kemi folur kohë pas kohe për ndikimin dhe pasojat edhe të tregut të lirë, edhe të këtyre ngritjeve të kopaskoshme në Kosovë dhe të vazhdueshme në Kosovë. Një rritje prej 21%, së paku 21%. Çfarë do të ketë ndikim të parë? Çfarë do të jetë para gjë që do ta vrejë? Rritja e çmimeve të produkteve. Rritja e çmimeve të produkteve direkt. E padiskutueshme, sepse automatikisht e kemi parë në herën e parë, ndërmjet atë që e përmendet ju, se zërreja lere që themi e proklamoi 15 piknishin atëherë, atëherë boni 16 piknik kur nesëm ne në përgjithësi me një pjesë shoqërisë civile dhe në opinionit me kundërshtu atë propozim, me boni 16, domethënë si dhurat me edhe 16 piknik përqindshëm. Na apo më njëherë rritjen e çmimeve që ndikoi, sepse pat rritje të kostos së prodhimit, pat edhe rënje të prodhimit vendor dhe ndikojnë automatikisht në rritjen e importeve nga vendet e tjera. Dhe normalisht kur vjen importi nga vendet e tjera, ti bart pasoj edhe themi çmime tjera që ndërlidhen qoftë me inflacionet që ndodhen atje, çmimet e transportit dhe gjëra të tjera që janë e gjitha ato bashkë në fund i paguajmë ne si qytetar. Unë kam thënë në vazhdim me thonë, ekonomia në Kosovë, bizneset në Kosovë dhe qytetarët kanë mbet jetim, nuk është ka imbron askush, janë të vetme cilët po përballen me këto vendime arbitrare dhe tinzare që po merren vazhdimisht dhe pa asnjë konsultim paraprak me askënd. Kokë në vete, fatkeqësisht ne e kemi diskutuar edhe në emisionin e kaluar që më kanë bashkë, jemi pa institucione ende, nuk po merret kush me këta. E kanë gjetë zërreja territorin e lirë, e kanë gjetë akterët e energjisë territorin e lirë, pa asnjë përgjegjësi askujt, dështo ata për vete e paguajnë dështimet e tyre. Kemi parë edhe këtë periudhën dhjetor janar, gjitha ato reduktime që ndodhen, të ne janë raportuar numër i madh i telasheve që janë shkaktu për biznese, edhe këto që janë themi konsumatorë të rregullt ose të rregulluar, edhe konsumatorët që kanë dalë në treg të hapur të energjisë. Domthon pavarësisht që ti e pagun në energji të liberalizim të lirë të energjisë që po e qunë zërreja pagun 3-4 fish faturën, ti prapë rrymë nuk e ke. Prandaj kur e kemi kundërshtuar në fillim, ne kemi thonë duhet s'pari më bëni analizë se a është në gjendje sistemi energjetik i Kosovës ta përballojë liberalizimin, pra po vërtetohet atë dyshime që kemi pas për fillimit, nuk është në gjendje. Sepse vazhdimisht si kosti, si keci, si të tjerët janë anku të thonë për na dalin fytët e ngushta atë që keni bën jo gjithë verën. Pse këto fytët e ngushta nëse kanë ekzistuar nuk i keni rregulluar në kohë vere, kur themi shpenzimi i energjisë është më i vogël, po i keni lënë në periudhën e dimrit. E para, e dyta, pse duhet blloqet e kekut me shku në periudhën e vjeshtës dhe tash po planifikohet gjatë këtij viti me shku blloqet prapë në remonte. Prapë kjo është çështje që ndërlidhet me menaxhimin. Pra pse ne si qytetar dhe pse ekonomia duhet i paguaj dështimet menaxheriale të atyre njerëzve që marrin mijëra euro paga dhe s'po japin askujt përgjegjësi. Mirë, një 21% zoti Ahmeti thatë që do të vrehet me njerë direkt te çmimet. Sot në programin e paraditës është tru pyetja sa do të kushtoj çmimi i bukës si produkti më i konsumuar më prezent në tryezat e kosovarëve. Ajo dëshmon pasaj se si kemi punë me produkte tjera nëse na shtrenjtohet buka. Kush do ta marrë goditjen e parë? Cili sektori i ekonomisë? Prodhimi. I parë është prodhimi. I parë e ka marrë prodhimi edhe me 16%, edhe me tregun e lirë, por që del shumë i shtrejt. Padyshim, edhe tash e merr fillimisht domthon e marrin pjesa e prodhuesve, pastaj shkon te pjesa e shërbimeve dhe pastaj vazhdon te të tjerët. Domthon njëjtë ka ndodhur me herën e parë, njëjtë pritet të ndodhë edhe herën e dytë tash me rritjen e çmimit të energjisë, e fatkeqësisht edhe me veprime tinzare që t'i bën zërreja për fazën e dytë të liberalizimit. Po vazhdon. Çfarë përfshin kjo faza e dytë e liberalizimit?
Te na jo kemi drejtuar zërrejt zyrtarisht për me kuptu sakt çka përfshin tash, nuk ka pranuar nuk na ka kthy kur zhan. Kjo nuk është një praktikë e re, ka ndodhur njëjtë edhe herën e kaluar. E kam parë në media që kanë deklaruar që do të jetë e njëjta praktikë, themi ato që kanë deklaruar në 2025 që i kanë 50 punëtor dhe deri në 10 milionë euro tyra do të futen në treg të lirë energjisë. Nuk e dim sa prej tyre kanë mujt me kaluar, nuk pres shumë sepse shumë ka pas që nuk kanë marrë më punësim fare, domthon kanë ulë numër të punësumve, sepse ndikoi edhe këto, po ndikoi pastaj edhe vendimi i qeverisë në kohë fushate për rritjen e pagës minimale, që u mor prapë pa konsultime paraprake. Gjitha këto e parën në ndikim të jashtëzakonisht të keq, që pastaj pat ndikim edhe te pjesa e punësimit, tek pjesa e fuqisë temi ekonomike të këtyre bizneseve tona që i kemi këtu. Dhe kështu që prapë fatkeqësisht po pritet më ndodh edhe në fazën e dytë e liberalizimit, prapë në po të njëjtën mënyrë që ka ndodhur herën e kaluar, pas një konsultim me askënd, domthon s'na ka thirr kërkush, s'ka thirr kërkon hiç, po bën kokën vetë. Për kanë nuk ka bën. Nëse biznesi është psu për liberalizimit, dhe kush do të më thirr? Biznesi, fasos të bizneseve. Nëse psojnë qytetarët për themi çmimin që po do me rrit, atë do të më thirr qytetarët për fasos të qytetarëve. Shoqëria civile, njerëz që janë të përfshirë në këtë çështje. Jo më marr kokën e vetë këtë punë, po thash, e kanë gjetë terrenin e hapur, sepse nuk ka kovend që këta i përgjigjen kovendit të Kosovës, nuk ke qeveri aktualisht themi në kuptimin funksional siç duhet dhe askush s'po merr veprime, këta kanë territorin e hapur dhe po bëjnë çka po dojnë. Edhe kur po kemi reduktime, quhet kosti e akuzon kecin, quhet keci akuzon kostit. Domethënë kanë gjetë një mënyrë shumë të lehtë njëri me tjetrin, duke akuzuar dhe me kaq e mbyllën ata pjesën e vet. Në fund kush po pson janë ekonomia dhe qytetarët. Me këta kërkush s'po merret. Ka shumë herë kur diskutohet në përgjithësi për çështje të tilla, për shembull edhe për tregun e lirë, shumë njerëz nuk kanë reaguar për shkak se thoshin se nuk më prek mua drejt për drejt. I prek bizneset, let flasim bizneset. Po nuk mendoj se është një çështje që nuk e prek secilin, të paktën indirekt, sepse nëse biznesi detyrohet të ngrisë çmimet, atëherë do të më prek edhe mua direkt për shkak të ngritjes së kostos së jetës apo jo. Shiko, shumica në përgjithësi opinionit nuk e ka pasur qartë çka përmban liberalizimi. Për shkak se ne e dim, është ligji për energjinë që ka përfshi procesin e liberalizimit çish prej vitit 2016 i votuar në Kuvend. Atëherë është votu gabimesh dhe ka vazhduar qeverit një mas njërit e kanë vazhduar çashtu dhe tash asnjëherë nuk kanë qenë të gatshëm, themi e kanë pa që tregu në përgjithësi dhe ekonomia jo nuk ka qenë e përgatitur për një hap të tillë. Madje as thashësisht po këta banë prapë në kokën e vete. Sepse për këta më rëndësi është më dalë mu proklamu më thonë që na e plotësuam një kërkesë evropiane, se sa që menun për njerëzit dhe popullin se çfarë pasojë po i ka. E ku vetë BE apo dele po thotë mos e banin këtë formë se s'është normale kjo. Domthonë ideja e liberalizimit nuk është më dëmtu dikën. Ideja është me liberalizu tregun, po me pas sa më pak pasoja. Këta banën të kundërtën. I krijuan gjitha këto pasoja. Shumë investime që kanë pas më bë vitin e kaluar nuk kanë bë më fare u anulun, sepse një pjesë e tyre bizneseve i lanë ato parë për mirujt për fatura se nuk e dishte se asnjëri nuk i ka fatura e njëjtë në asnjë muaj. Plus tash u përballën me këto reduktime, tash vazhdo të lyp tash me gjet punëtorë dhe kompani jashtë, sepse nuk kemi fatkeqësisht për gjitha themi makineri që i ka ekonomia në Kosovë, nuk kemi eksperta të fushave, do të marr tash nga jashtë, do të më pagu 2-3 fishin për ta, do të marr pajisje pe jashtë dhe as ato kërkush smerret me to, do marr kërkush se marrin përgjegjësinë për ato reduktime që u banën. Tash del thot tazom kompania që furnizon dhe valla Keci ka marr vendim me ndal, po ke marr vendim me ndal. Pse ke marr vendim me ndal? Sepse Keci ka bë gabime në parashikimin e reduktimit. Atëherë pse do të më psuhet qytetarët dhe ekonomia? Merr veprime ndaj Kecit. Domosdoshmëria do të pas parasysh çdo gjëna. Nëse kanë dështuar aktorët që janë kontra energjisë, atëherë aktorët do të më dënojnë. E jo më dënoj populli dhe ekonomia për këtë punë. Nëse kosti ka dështuar mi bën investimet në fytyrat e ngushta edhe në rrjetin energjetik që ata menaxhojnë, dhe nëse Keci ka dështuar anena dhe nëse Keku ka dështuar në aspektin e menaxhimit për me mirëmbajtje ose me funksionalizu, me marr sa ka mund të marr ato blloqe, atëherë pse do të nesër qytetar me paguë dështimet e tyre? Si cilët i paguën dështimet e veta? Madje jo me rrit, po do të me ul çmimin që është aktualisht, do të me dënuar gjithë këta aktorë që kanë bërë këto shkelje jashtëzakonisht shumë, sidomos në nëntor fillimisht kanë filluar disa reduktime, pa janë më të vogla, nuk janë në Prishtinë, në dhjetor pastaj në janar e morëm edhe Prishtina primatin kështu me reduktime, domthonë gjitha këto dështime do të më vonë dikush përgjegjësi për to. E jo tash çdo dështim që këtu po ndodh, dhe sidomos në sektorin energjetik, gjithë po duam ne qytetarë dhe ekonomia me pagu. Kjo është totalisht e padrejtë, është shkelje drejtave të njerëzit.
s'ka asnjë dilemë për këtë punë. Po këtu thash prap, nuk ka institucione funksionale, nuk ke kujt i drejtohesh më parë. Drejtohet, themi kemi pasur në kaluar kundër rritjes së çmimit të energjisë. Presidencën e pashë prap janë kundër rritjes së çmimit të energjisë, sa thash, po ja përfundon me kaç, se aq ka kompetenca. Na edhe herën e kaluar i kemi propozuar për shembull kur ndodhi veprimi, themi urrë 16.1%, ne kemi propozuar ose kemi dërguar kërkesë ministrit në detyrë të financave që ta pezulloj nëse s'mundet me ekret, po ta pezulloj përkohësisht të paktën të vëshën për ushqimet bazike. As këtë veprim se kanë bën. Madje keni parasysh, edhe nëse ju nuk jeni tonë në shtëpinë e juaj, jeni jashtë vendit. Për çdo muaj ju aktualisht paguni mbi 2 euro e gjys taks tatim për energji edhe pse ti si të shpenzua ato. Ato para po i merr buxheti i shtetit. Domthon edhe ato duhet me hek shteti. Pse duhet me pagu dikush që sot në shtëpi, sot të shpenzua asnjë cent energji, pse duhet me paguaj taks? Domthon janë çto masa që duhet më ndërmarr, sepse gjithë ditën po luftojmë po thonë kena buxhetin e rritur, tani pas ke buxhet mjaftueshëm pra. Jepe çat buxhet, pra edhe ruje qytetarin. Edhe ashtu qytetarët janë goditur vazhdimisht me një numër të madh të veprimeve dhe edhe themi edhe kjo periudha gjatë e mungesës institucionale i goditi fatkeqësisht edhe ata. Dhe tash ti kur ke mbetje tim, s'po kemi ku me gjetë zgjidhje, domthon për sot është gëzim i madh për një familje të thjesht normale nëse e përfundon muajin me zero. Sepse ki vazhdimisht rritje të çmimeve, ki vazhdimisht tash rritje të shërbimeve, kemi për shembull kohët e fundit u rrit çmimi i faturave të ujit në Prishtinë, janë rritë në disa qytete tjera, ka pas kërkesa për rritje edhe të disa shërbime tjera, këtë herë shtyrën, por nëse prapë rritet që po pritet mu rrit në mars, edhe me një prill me hije në fuqi, domon e reja tash me rritje, është e pamundur më me parandalua të rritjen edhe të atyre. Të gjithçka e tjetër. Gjithçka, sepse këtë varen për energjisë. Ujësillësi krejt sistemin e vetë ka me energji. S'ka tjetër formë. Fabrikat e kanë çashtu, bukpjekësit e kanë çashtu. Bukpjekësit ja heken për shembull. Po, në spajtona me ato, po kur s'keti mundësi tjetër, shumica bukpjekëse ne dim që kanë përdorur ta zonë thëngjell, kanë përdorur naftë, ato i heken këtë sepse i thanë japshin dënime se po bani dome shumë në ambient. Në rregull jemi, po ti krijani mundësi tjetër pra. Ati që mos ta përdor, sa ai pezoret e përdor. Qytetarët që po përdorin thëngjell, pezoret po e bojnë. Sot kish pas një sistem tjetër, themi, që i shkon më i lirë, po jo me këto kosto kaq të mëdha, atëherë unë besoj shumë që kërkush nuk i shkon i çmendur ta shojmë kështu të përdorë thëngjillën se e din çfarë domet maja ka edhe ai që e përdorë lërë më për këtë njerëzit që janë aty. Pra, kur ti si vend, si shtet nuk i ofron asnjë mundësi, po e ke gjetë një zgjidhje për shembull, ka qenë totalisht veprim i gabuar dhe këto e vërtetuam edhe pa edhe në 2024 në dimër edhe pa edhe thash, domthon dhanë subvencione për klima. Po. Klimat dhe tjera të ngruaja që i kanë dhënë këta subvencionet krejt e kanë mallin ose vëzhgja atyre bëhet me energji elektrike. Pra ti veç ndikove në rritjen e çmimit, domthon në kërkesës për energji elektrike. Ta çka po ndodh është e tmerrshme është një mërgjimtar i cili bën disa ditë nëpër kolona i dim këtë i shohmi për çdo herë sa vin, për më marrë në vendlindjen e tij të familja vet. Ai është i detyruar me shku me bujt në hotel. Se s'ka kurrin në shtëpi se ka ftoftë se ai ka me sistem të grujës. Se s'ka pas tjetër. Edhe plot qytetarë të tjerë morën këtu, u detyruan me inal prap klimat sepse as rrymë nuk kishte, edhe me kthy tash paretin e me shku me blet drunë çmimit të cilave vetëm është ngrit. Pra domon kemi rritje të gjitha themi elementeve që ndikojnë për mu ngroni familje. Pra na kemi dështuar këtë pjesë, politikat qeveritare kanë dështuar totalisht në sektorin energjetik. Domon sot nuk e ke asnjë investim në energji të pastër themi. Ki disa projekte që janë nisë mëti edhe s'janë kërkuar hiç për me dalë në sipërfaqe, ki të tjera që janë bllokuar për shkak të disa ligjeve që për çudit zotit deputetët tonë as nuk e kanë shikuar fare për mbajtjen e atij ligji dhe veç e kanë çu dorën për pjetë me votu, dhe sot pasojat e tij ende po i bartin edhe sektori energjetik dhe rrezikon vendi jon me përfunduar edhe në proces arbitrazhi për shkak se ti investitorin e huaj e ke bllokuar edhe pse e ke përzgjedh me armë bëj investimin në sektorin energjetik. Shumë biznese kishin interesim gjetën partner për marrë me bëj investime dhe ki procedura puro burokratike dhe puro të qëllimshme për me ndalë që atë investim, për me mundësu këtyne themi bizneseve që dolën në 2 javë të fundit para liberalizimit si ato purdhat mas shiut dhe asnjë prej tyre nuk e ka asnjë ditë përvojë në sektorin e sidomos të liberalizum. Pra ke një kek i cili ketë rrymën pa jashet kecit në këtë rast. Dhe ai rrymën tash edhe pse është i liberalizum, ka të drejtë me bën çet procesin, ai do të bler rrymën dikon në treg dhe do të më tash tymin e çmimit më të lartë.
njëjtin sens siç e bën edhe në këtë rast Keci ose që e merr rrymën nga Keko dhe në momente kur ka më pak themi energji në vend që ato ai e blen me 30 euro, ty ta shep me 800 euro. Pra, problemi është që këtu s'ke pas një kontroll të detajuar, themi, ta quajmë një kontroll të këtij procesi, dhe kur ti ke dështu vazhdimisht gjitha qeverit dështu në procese energjetike, sot jemi këtu ku jemi. Nuk mundën bloqet e Kekut me qëndru për tani jetën, ato e kanë jetët gjatësinë e vet. Dhe duke dështu një mansion të projekte, qoftë me termocentrale që ishte dikure, qoftë me projektet energjetike të gazit, qoftë me çështjen e baterive, qoftë me çështjen e bizneseve të shumta që kanë mbetur pa mundësi për me investuar në energji të pastër në këtë rast qoftë nga era dhe sidomos nga panelet solare, atëherë nuk keti tjetër zgjidhje po se mbetesh automatikisht një vend importues edhe në aspektin energjetik, siç jemi bë vend importues edhe në mollna. Tashmë to e pa që për çdo muaj veç po rritet themi po thellohet edhe më shumë diferenca në mes të eksportit edhe importit. Qartë. Tash shpeshherë dëgjojmë kur liderët e Kosovës, zoti Kurti ka thënë se Kosova është hapur për investime serioze dhe partneritete të mëdha infrastrukturore. Po nëse edhe i thrasim me selam investitorët e huaj, a vinë ata kur e shohin se në çfarë gjendje është Kosova, sa i përket sektorit të energjisë? Spari, si kryeministri, si ministri Zvanolli, që po dalë fillimisht po thotë duhet me sakrifiku, e po harron vetë çka ka thonë, pastaj dul tha jo, s'kum thonë unë që duhet me sakrifiku. Duhet mu angazhu që me zhblloku situatën në të cilën sot gjenden një numër i madh i bizneseve që janë të përfshira edhe këtu të sektorit energjetik, e po flasun për ligjin për pronën publike, i cili ka blloku edhe këto biznese që kanë dashur me bën investime në sektorin energjetik. E para, e dyta do të bëjnë reforma. Ende one stop shopi nuk është i marrur. Kjo ka qenë një prej premtimeve të ministrit Rizvanolli. S'është kërkun. Asnjë diskutim nuk është mojt se si me bën sektorin energjetik më të mirë, se si me bën më të pavarur bizneset e Kosovës karshi kërkesës për energji elektrike, si me hek birokracitë e shumta të cilat i ka sot ZRE-ja, të cilat i kanë aktorët tjerë që janë përgjegjës në sektorin energjetik. Pra nuk ka diskutime për këtë çështje. Atëherë me llafë mundem me fol gjithë ditën. Po biznesi i huaj nuk vjen në Kosovë kur e shet gjendjen që të cilën ose të përballë biznesi vendor. Spari na do të më angazhuar biznesit vendor me kriju kushte më të mira të punës. Edhe këtyre bizneseve të huaja që aktualisht gjenden në Kosovë, e pastaj mundem me diskutu edhe me hinë diskutime me bizneset të huaja me punë në Kosovë. Gjithë ditën dalin flasëm, ata kanë mjaftu shumë informacione për më marrë në të gjitha mënyra se në çfarë gjendje është Kosova. Sa dush del livdoho. S'mundesh me bë kurrë. Ai vjen në Kosovë, ka arë sikur që ka arë tash, pra ishin dje disa biznese franceze. Ne dim shumë mirë në situatë të një biznesi francez të madh që ka dashur me bën një fushë të madhe me energji nga era në pushtëri dhe për shkak të këtyre procedurave birokratike dhe papërgjegjësive të njerëzve që punojnë nëpër institucione, biznesi iku e la krejt projektin e vet dhe shkojnë në Maqedoni investojnë. Sikur që shkojnë plot. Pra, atëherë na spari do të më kujdes me këtyr punën tonë brenda oborrit. Pra, mu kujdes për vetveten, për këto biznese që i kemi këtu, për ato që janë të huaja që vetë që janë investues brenda, edhe pastaj kur keni pasur të mirë brenda, atëherë ti keni mundësi shumë të mirë, pra për me thirr biznese të huaja me ardhmë. Në situatën aktuale, kur ke këto ndryshime të shpeshta të faturave të energjisë, edhe këto vendime që merren kështu në mënyrë arbitrare pa konsulta paraprake, sidomos biznesi huaj nuk i duron këto gjëra. Për ta është në gjendje ndoshta dy fishin e fatura me ta pague ose tatimit me ta pagu, çfarë do qoftaj, thotë vetëm mos u nxjerr vendime arbitrare. Diskutojmë, përgatitemi si ekonomi, e ki arsyem se po do më nxjerr, hajde përgatitemi më herët. E jo tash po nxjerr në vendim 2 muaj përpara, sikur në rastin e liberalizimit ose të rrymës tash po ndodh. Pa pas një konsultim publik ti po shkon të rrit rrymën. Kush po përballemi? Ekonomia dhe qytetarët. Mirë, qeveria na ka kërku sakrificë me duru. Po. A mundemi me duru, zoti Ahmeti? A mundet biznesi kosovar me duru? Shiko, biznesi kosovar është çka do të thënë ky durim, kjo sakrificë për cilën po flitet dhe po na kërkohet? Shiko, kjo është kur nuk kish ka me thonë më hiç. Se tu kanë sos fishekt, themi, për këtë atyre që i ke shpërnda vazhdimisht, ti tu thonë jo këto. Tamam. Po thuhet që 60 vjet se në bëjnë investime në termocentrale, s'është e vërtetë.
Termocentrale bën vazhdimisht, gati për çdo vit janë bën investime, po termocentralet janë të vjetra, duhet me kuptuar në një gjë. Termocentraleve u kaskadu jeta atyre. Pas pak një lidhje live nga termocentralet e kemi? Prandaj është e pamundur nëse s'kemi investime të reja për me mujt na mund ngrit ta çojmë kështu si prodhues të energjisë. Keku e shtyn sa e shtyn për s'ka, s'mund me bë kur gjë. Nuk është e mundur për çdo 2-3 vjet me bën për shkakun me ble me mijëra euro ose miliona euro po kushton një turbinë e madhe me ble për mja vendos termocentralet. Edhe prapa ja po prishë se stabilimente të tjera janë të vjetra. S'po mundesh ti me kap këtë tash, ato me heke me ngjit rion se s'po të lejojnë më. Pra, na duhet me menu tash, me qenë se i kemi disa rregulla dhe kemi marrë disa veprime për shkak që nuk duhet të kemi më prodhim të energjisë nga thëngjilli, na duhet me hap tregun për prodhim të energjisë nga forma tjera alternative. Pra, nëse po i shohim disa forma alternative që kanë pas sukses në Kosovë, pra si cilën vend të botës, edhe nëse ka testim në diçka, ka funksionuar mirë, ai ka hapur treg për ato. Na kemi mbyll. Na kemi bllokuar. Pra, biznesi çka po ndodh? Shihet dhonat e fundit, i ketë dikon 340 milion euro, nëse gaboj, 350 milion kanë investime të bizneseve të kosovarëve në Shqipëri. Vetëm në Shqipëri janë dhonat. Që është gati 100 fish, themi 100% më shumë se sa që ishte një vit më përpara. Halo ende skandal dhonat e investimeve që janë bërë Kosovës ose bizneseve dhe kosovarëve në Maqedoni, e as në Maldzi, sepse edhe në këto vende janë të investu. Pra çka po ndodh tash? Na po i bllokojmë. Po vinë shtetet e rajonit, po i ofrojnë kushte më të mira, po shkon po investon te pjesa shqiptare atje, se prap shqiptari ki, shkon ka Shkupi, ka pjesa Tetovës, Kumanova andej, investon, shkon ka pjesa Olqen andej na investon ku ka shqiptar, ose në Shqipni, edhe pastaj këtu, keq ka po mbetet është ato pa kapacitete që janë marrur në fillim, vazhdojnë me qinru pra sa mund me qinru, edhe kur shohin që vazhdojnë kjo situatë kështu, shkon ka dalë të ul numrin e të punësuesve, të ul aktivitetin e prodhimit dhe dikur e mbyll krejt. Domethënë çka po bëjmë tash? Po qesëm rrugë punëtor. A kemi shumë punëtor të cilët kanë nevojë për me gjetë një vend pune. Absolutisht. Ju kam mbajt në studio 8 minuta më gjatë sa që jemi marrë vesh. Kështu që për këtë të kërkoj falje, e të faleminderit shumë që erdhe. Kënaqësi, faleminderit shumë.